Bismillahirrahmanirrahim. Plaka dhe zjarrfiksi musliman në Bruksel, një ngjarje e vërtetë. Në një pallat, në një hyrje, vinte era shumë e rëndë dhe qytetarët, fqinjet, raportuan tek zjarrfiksit se mund të ketë ndonjë ndezje ose mund të ketë diçka të pasigurt nga era që ishte shumë e rëndë në pallat. Dhe ata thirrën zjarrfiksit, ku në mesin atyre zjarrfikse ishte edhe një besimtar i nderuar, i cili na ka treguar këtë ngjarje shumë të dhëmshme. Ata shpërthyen derën dhe hynë si zjarrfiks për ta pastruar vendin dhe çfarë panë? Panë një plakë të vetmuar, e cila nuk kishte arritur dot, sepse kishte dhënë shpirt, nuk kishte arritur dot të kapte telefonin për të thirrë emergjencën, ndihmën e shpejtë. Shikoni, besimtarë dhe besimtare, Islami na mëson që të mos jetojmë në vetmi, por të krijojmë familje, na mëson që të jemi të afërt me njerëzit dhe na mëson që të lëmë trashëgimtar fëmijë, që ata fëmijë të kujdesen për ne, siç u kujdesem dhe na për ta. Andaj, ky është mesazhi i radhës. Selamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.